Sot po japim lavdëmirën e fundit mikut, koreografit, intelektualit dhe familjarit Gazmend Golemi. Ish deputetja, zonja Metaliu, çfarë mbani mend nga kujtesa juaj si qytetare dhe po themi deri diku dhe bashkose e të ndjerit? Sot është fakt një ditë shumë e trisht për gjithë komunitetin lezhjan dhe jo vetëm, pasi erdhëm për të dhënë përshëndetjen e fundit profesor të nderuar Gazmend Golemi, një qytetar model që kaq shumë i dha komunitetit lezhjan me koreografinë e tij, me pasionin e tij të madh që kishte për kërcimin, për vallen, duke u shndruar kështu një frymëzim për brezin e ri dhe padyshim duke ruajtur me fanatizëm dhe mbrojtur vlerat artistike, kulturore të qytetit ton, të artit mbar shqiptar, sepse ishte një figurë e rëndësishme e koreografisë e valles popullore shqiptare. Padyshim që e ka filluar artin dhe pasionin e tij me shumë përkushtim që në moshën 6 vjeçare, duke dhënë 46 vite përkushtim, punë, pasion për një mision që aq shumë e deshtja, në fakt, siç është vallja. Dhe sot me keqardhje, arti lezhjan dhe jo vetëm është në zi, sepse sot është ndarë, domethënë përcjellim për në banesën e fundit një artist të shkëlqyer, birin e Lezhës, një bashkëshort për të mësuesës së nderuar Aisha Golemit, përcjellim babain e 2 djemve të shkëlqyer Vivianit dhe Jonit, dhe padyshim është një keqardhje shumë e madhe për miqt të afërmit, familjarët, për gjithë komunitetin lezhjan, për gjithë ata që e njohën nga afër, mirësjelljen, edukatën e tij të shkëlqyer, të një njeriu shumë pozitiv, siç ishte maestro Gazmend Golemi. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Zoti ju merr metalia. Keni një jetë të gjatë bashkëpunimi me të ndjerin. Sot është ditë e dhimbshme, padyshim edhe për ju, diçka rreth mbresave tuaja për të ndjerin Gazmend Golemi. Po mendoj e parë edhe në shoqërinë time me do artista si ishim aty. 3 persona jena këtu në Pallë të Kulturës, si kemi jetë gjatësi në punë. Është Gazmend Golemi i pari, mbi 40 vite. Qysh i ri, adoleshent, ka fillu koreograf në punë këtu, shpesh. Gjysën e jetë se kam ba në punë me Gazin edhe me Flamurin, që si mosh, dhe me thonë që kena punu gjatë këtu. Dhe ishte një artisti i përgatitur, marrur shkollën e lartë të koreografisë, edhe para kësaj shkolla i ka shkëlqy me vallet e Lezhës, me vallet. Kishte një dashni të madhe për vallen, për kërcimin, bate vallet të reja. Kishte një komunikim fantastik, sidomos me nxënësit e vet, por edhe me prindërit. Dhe ka shkëlqy jo vetëm në Lezhë, por edhe në Tiranë, edhe jashtë Shqipërisë. Sot, domethënë, na larë një shok. Unë të libri për shtypjeve i shkruar shkurt, Gaz lam të mirë, i shkrua, kaq. Për arsye se kjo jeta jonë është e shkurtë, se një pjesë tjetër, gati çarekun e bojmë gjumë, pjesën tjetër kena punë, e në punë njeriu Gazi, njeriu ka destinim me lanë edhe në gjurmë përveç fëmijëve dhe familjes, me lanë gjurmë për prindërinë e vet. Gazi ka lanë gjurmë të vetë në artin shqiptar, me ato ishte marak kostumet e bukra, kishte marak vallet e bukra. Mas mrami, unë nuk po di që është pa qeju Gazi. E urova në veçanti një aktivitet që ba këtu në skenë Pallatin e Kulturës, me pëlqej aktiviteti në veçanti Gazmend Golemi me vallen. Se ishin sinkron fëmijët e kështu, e më komplimentoj ju bua qefi shumë. Aty kishte shpirtin të vallja, por po mendosha para atë shkruaj Gazit që kjo botë ka më shumë ushtar se artista, nuk e shkruva, po them tani në media. Kjo botë ka ma shumë ushtarë se artista. Unë thosha duhet një rokat nga politika globale që të ketë ma shumë artista se ushtarë, kjo botë duhet shkojnë drejt paqes, edhe në librat e shenjtë është të shkruar që Zoti e çon smundjen për çon edhe Ilaçin. Inshallah kujtoheni gjeni Ilaçin me smundjet e rënda me i kuru, në mënyrë që mos prodhojmë avion sa më sofistikuar si me vraniu, por të shpëtojnë jetë njerëzish. Unë këto i kam si lam të mirë për shokun të Gazmend Golemi. E pavdekshme qoftë vërmëtaria dhe jeta e
e Gazmend Golemi, veprimtari artistike. A ishte se Viviani e Dejonit, i shpreh ngushëllime dhe të afërmeve artistëve, kolegëve qytetarëve edhe ju shpreh ngushëllime për shokun tonë. Jemi me një grup nga Mallakastra dhe kemi këtu pranë drejtorin e Pallatit të Kulturës, të cilët kanë rrugtuar nga Mallakastra për të bërë ndërimet e fundit kolegut të tyre, mikut të tyre të ndjerit Gazmend Golemi. Me quhem Ali Shametaj, vim nga Mallakastra, jemi këngëtar të grupit polifonik të Mallakastrës, për njëkohësisht dhe drejtues të institucionit të kulturës, Bashkinë Mallakastra. Dhimbja me të cilën kalon qyteti Lezhës, i kaloi kufijt. Ajo erdhi edhe në Mallakastër. Për ne është një dhimbje shumë e madhe, pasi ne kemi kaluar goxha kohë me të ndjerin Gazmend Golemi. Vlerat e tij janë të pazvendësueshme, pasi gjurmët e tij janë kudo. Janë kudo brenda territorit të bashkisë Lezhë, por edhe në krahinat e tjera. Në qendrën kombëtare të veprimtarive folklorike të Tiranës, në shumë aktivitete me të cilën ai zhvilloi. Ne i shprehim ngushëllime të sinqerta dhe të thella familjes Golemi për ndarjen e parakohshme të mikut tonë të shtrenjtë, të njeriu të tyre të nderuar. Gazmend Golemi kishte aftësi që të afronte mikun. Fjala e tij ishte e ngrohtë. Kjo na bëri që ne të vinim shpeshherë në Bashkinë Lezhë dhe në Pallatin e Kulturës që të jepim aktivitete të ndryshme. Por ajo që ishte më e rëndësishme ishte sepse ashtu si gjithë krajinat shqiptare dhe Lezhë di si e pret mikun. Ai priste me buzagas, me ato trokitin e godeve të tij që ne nuk mund t'i harrojmë kurrë. Gazmend Golemi ishte personalitet i cili la gjurmë të thella në artin, në kulturën e qytetit Lezhës. Por bukurinë që kemi ndjerë me atë ka qenë aktiviteti që kemi zhvilluar në Agrigento, ku morën pjesë dy bashki, Bashkia e Lezhës dhe Bashkia Mallakastër. Aty e njohëm nga afër Gazmend Golemi se kush ishte, se çfarë spikast ai artist. Pra artisti vlerat e jashtëzakonshme për qytetin e Lezhës. Ai vërtet, ashtu siç e thatë ju, kishte vërtet një integritet profesional dhe ka ditur të harmonizojë kërcimin shqiptar të gjitha trevave. Pikërisht për këtë më vjen sepse u largua para kohe. Pasi kishim biseduar shpeshherë që do mundohem që të fus dhe vallen mallakastriote, e cila ne kemi edhe këtu, dhe një nga korifejnët e valles tradicionale të Mallakastrës zotit Muhamet Zotaj dhe muzikantin e Mallakastrës Eqerem Xhelaj, të cilët shpresonim shumë që dhe nuk mendonim kur që t'i ikte kaq shpejt ky artist i madh, pasi neve atë që na kishte premtuar koreografi i asamblit të Myzeqes do ta vinte në zbatim Gazmend Golemi. Atëherë po e kaloj mikrofonin koreografit, valltarit të ansamblit të Mallakastrës. Mbresat opinionin tuaj. Ishte një mik i mirë, shoku i mirë, s'na erdhi mirë që jeku para kohë. Tek ne ka lënë gjurmë, ka lënë respekt, ka lënë dhe ngushëllime familjes Golemi. Muzikanti? Rreth pa ngushëllime familjes, ishte një nga shokët e më të mirë që ekzistonte për ne Mallakastriot. Vallja është gjua pothuajse gjuhë ndërkombëtare. Ai dinte t'i shprente dhe t'i vinte në skenë. Ngelet nga figurat dhe nga shokët dhe miq më të mirë të Lezhës, të Shqipërisë, por edhe mbarkombëtarisht. I urojmë edhe familjes tij i shpejmë ngushëllime më të thella dhe u preft në paqe. Është respekt, vlerësim dhe nder për gjeografinë, po themi ne territoriale, të miqve që kanë ardhur për të ngushëlluar. Për ta mbyllur, zoti drejtor? Ngushëllime të sinqerta gjithë artistëve të valles, të cilët unë i pash duke lotuar dhe kanë shumë të drejtë të lotojnë, sepse u iku njeriu i cili po mësonte
ABC-n e Valles. Po jo vetëm këta, po edhe shumë të tjerë, të cilët sot nuk ndodhen këtu, por që ka 45 vite në skenë. Ngushëllim dhe sinqerta në emër të institucionit të kulturës, por në emër edhe të Bashkisë Mallakastrës, në emër të kryetarit të bashkisë zoti Qerimi Ismailej. Vlerësimi shtuar ky edhe nga Bashkia e Mallakasës, ndërkohë që duhet theksuar fakti se kur koreografi Gazmend Golemi bëri një aktivitet koreografik për aktivitetin e tij 45 vjeçar në skenat e pallateve të ndryshme të kulturës, por dhe jo vetëm në shkallë kombëtare, është nderuar nga kryetari i Bashkisë zoti Pirin Nere me një certifikat mirënjohje për kontributin e tij në shërbim të artit, kulturës dhe sidomos koreografisë shqiptare. Pranë meje kam të mirënjohur tashmë Gjeto Luca, i cili do të na thotë dy fjalë në këtë ditë homazhi për mikun e tij dhe të gjithë Lezhës, koreografin e njohur Gazmend Golemi. Po e the e mirë ti që është miku i gjithë Lezhës dhe e tregon edhe pjesëmarrja e njerëzve. Me thonë drejtën na ka shoku gjithëve sepse ikun më është re, ai ka kontribu për këtë qytet, ka lanë vetëm rini që e ka shkollu, e ka praktiku në zanatin e koreografit. Na vjen këtë gjithëve ngushëllime familjes, s'di që me thonë tjetër. Kemi këtu pranë ish drejtoreshën e Pallatit të Kulturës Ditnul Nazi Lezhë. Drejtoresh, ju keni punuar ca kohë me të ndjerin Gazmend Golemi. Cilat janë impresionet juaja, kujtimet tuaja që keni patur gjatë bashkëpunimit në punën tuaj? Ne kemi bashkëpunuar në fakt për rreth një vit me njëri tjetrin, ndaj kujtimet më të mira për profesor Gazin, dhe realisht nuk e prisnim këtë ikje të parakohshme të tij sepse kishte akoma shumë për të dhënë. Shumë për të dhënë jo vetëm për qytetin, shumë për të dhënë si njeri, por nga ana tjetër dhe artistikisht, sepse një njeri me vlera si profesor Gazi është e rrallë të gjende në këto momente dhe ju siguroj sepse ishte një aset i vërtet për qytetin e Lezhës, për gjithë Shqipërinë dhe për artin koreografik. Realisht ndaj kujtimet më të mira me profesor Gazin sepse jo vetëm kemi pas bashkëpunime shumë të mira, por ndërkohë gjatë asaj periudhe sollëm edhe aktivitete shumë të mira me vlera vërtet të lartë artistikisht, ku jo vetëm prezantuam Shqipërinë dhe jashtë saj, por nga ana tjetër patëm mundësinë që të fitonim edhe një nga çmimet që për fat keq për profesor Gazin ishte çmimi i fundit në Lushnjë, në festivalin folklorik. Megjithatë, me shumë dhimbje po e përcjellim sot në banesën e fundit, por profesor Gazi do ngelet jo vetëm në kujtesën tonë, por jo vetëm në qytetin e Lezhës, por besoj dhe jam e bindur për këtë që në gjithë Shqipërinë, sepse vlerat e atij do vazhdojnë të jenë dhe të jetojnë bashkë me ne. Kështu që ngushëllime të gjithëve. Sot për komunitetin artistik dhe jo vetëm të Lezhës është një ditë dhimbje për koreografin e njohur Gazmend Golemi. Opinioni ose konsiderata juaj për këtë person, si e keni njohur dhe çfarë mbresash ruani? Në radhë të parë unë du t'i shpreh ngushëllimet të familjes, po njëkohësisht edhe bashkëpunëtorëve të tij të afërt dhe gjithë qytetarëve të Lezhës të cilët kanë bashkëpunuar me të. Padyshim që kjo është një humje e madhe për familjen Golemi, por njëkohësisht edhe për komunitetin e artistëve lezhjan, sepse vlerat e zotit Golemi padyshim që kanë lënë në analet e historisë qytetit të Lezhës me koreografit dhe me artin të cilët ai ka transmetuar nga brezi në brez. Padyshim që humja është e parakohshme dhe normalisht dhimbja është shumë e madhe për secilin prej pjesëtarëve të familjes, por njëkohësisht edhe komunitetit të artistëve, të cilët kanë bashkëpunuar për një kohë të gjatë. I shpreh ngushëllimet dhe pushof në paqe zoti Golemi dhe unë them që është një humje e madhe për qytetin e Lezhës dhe për gjithë qytetarët, sepse njerëz të kësaj natyre dhe njerëz të artit, aq më tepër që Lezhë dallohet në fushën e poezisë, në fushën e shkrimtarëve, në fushën e artit, dhe padyshim humja e një artisti si zoti Golemi është një humje e madhe për qytetin e Lezhës.
Zoti Flamur Toska është muzikant në Pallatin e Kulturës dhe ndër të parët dhe kozgjatja e tij në raport të marrëdhënieve me Gazmenin ka qenë ndoshta më i gjatë se sa secili prej punojësve apo artistëve të Lezhës. Çfarë kujtime shruani ju nga bashkëpunimi me të ndjerin Gazmen Golemi? Faleminderit për intervistën. Nuk di nga t'ja filloj më përpara se duhet një 1001 net dimri me fol për gazin, por është një humbje jashtëzakonisht e rëndë, një peshë e madhe e artit të koreografisë lezhjane, jo vetëm i koreografisë, por njohës i jashtëzakonshëm edhe i folklorit, i kostumografisë, i çdo gjëje që ka lidhje me folklorin e Lezhës, gjë që do i mungoj shumë Lezhës, përveç fizikisht, por edhe shpirtërisht, edhe artistikisht, Gazi do mbetet një shembull unik në gjërat artistike që ka bërë në Lezhë. Kujtime pafund kam me Gazin nga puna, nga shoqëria, nga pasioni që kishte ai për punën, nga komunikimi që kishte, nga bashkëpunimi që kisha unë me punën me Gazin, sepse koreografia me muzikën ishin gjithmonë të ndërlidhura bashkë. Edhe gjithmonë një profesionist i vërtet, i jashtëzakonshëm që gjithmonë i paraprinte pasioni dhe puna e jashtëzakonshme që bëte me grupet e Lezhës. Prandaj e thasha edhe herë që Gazi do i mungoj shumë Lezhës. Nuk di çat them më, sepse janë ditë që kur e morën vesh lajmin e trisht, ditë me një peshë, një gur shumë të rëndë në zemër që akoma nuk arrim ta besojmë, por Gazi pas shku me yjet atje dhe i jashtëzakonshëm. Petreti u humbët një shok dhe mik të çmuar. Çfarë mbresash ruani me të ndjerin Gazmen Golemi për gjatë aktivitetit tuaj artistik në Pallatin e Kulturës? Së pari unë i shpreh ngushëllime të sinqerta familjes, të ketë fëmijët me jetë dhe të ketë gjithë familjen tjetër me jetë. Për Gazin, flasësh për Gazin duhet shumë kohë praktikisht, sepse i tillë ishte Gazi, dimensioni i tij njerëzor dhe profesional ishte shumë i madh. Do flas dy fjalë shkurt, meqense për shkak të kohës. Respekt maksimal për profesor Gazin. Ishte një shok, një koleg, një profesionist, një familjar shembullor, i cili sinqerisht na ka lanë një dhimbje të thellë me ikjen e tij të parakohshme. Gazi ishte një aset i çmuar i fushës së artit, boshllëk të cilin e ka lënë mbrapa me mundin, me sakrificin, me njohuritë profesionale që ai kishte, me kapacitetin e tij profesional që ai kishte, ngjiti në skenë dhe la gjurmë të paharrueshme pas me anën e tij profesionale, duke ngjitur në skenë vepra të artit, të koreografisë, të cilat do mbeten gjatë. Ngushëllime familjes, qoftë i xhenetit. Jemi me këngëtarin tashmë të njohur Zef Beka, këngëtarin e përtej trojeve amtare shqiptare, të cilit ashtu si shumë prej nesh është ndalur kënga sot, është ndalur humori, është ndalur sepse ka ikur një mik si Gazmen Golemi. Po është e vërtet, sot jemi bashkuar gjithë kolegët e mi artistat për t'i dhënë lumtuminë e fundit Gazmen Golemit. Sinqerisht është një dhimbje për gjithë komunitetin lezhjan edhe veçanërisht për artistat. Kam 30 vite që njihem me profesor Gazin, një njeri shumë i dashur, një njeri shumë i përkushtuar për punën e tij në koreografinë e tij. Shpreh ngushëllime të familjes dhe gjithë kolegëve të mi, dhe gjithë Lezhës, edhe mbar kudo që flitesh për Gazmen Golemin. Kemi këtu pranë drejtorin e kulturës dhe trashëgimisë kulturore të Bashkisë Lezhë, zotin Keldar Sufja.
Drejtor, për të gjithë ne ka qenë një humbje e madhe, por sidomos për ju që jeni, do të thoja, drejtuesi drejt për drejt, keni humbur një aset të çmuar të koreografisë dhe jo vetëm të lezhës. E thatë shumë mirë, shumë faleminderit edhe për mundësinë, po edhe për vizualitetin, pra mundësinë që japim jo vetëm qytetarëve lezhjanë që jetojnë në Lezhë, po edhe atyre që jetojnë jashtë Shqipërisë për vitesh tashmë, që të jenë pjesë e realitetit, po themi, edhe ngjarjeve që ndodhin këtu në qytet. Dhe një prej më të rëndësishmëve fatkeqësisht është dhe ndarë nga jeta e profesor Gazmend Golemit. Edhe me thonë drejtën, jo vetëm si njeri, po edhe si profesionist, për ne ka qenë humbje e madhe, edhe ndoshta është herët, po jam i sigurt që ka qenë e vështirë, ndoshta pa mundur për ta, edhe nga ana profesionale, për ta zëvendësuar, se patjetër si njeri për familjen, si baba i jashtëzakonshëm që ka qenë, është një bashkëllëk që nuk ka për të mbush kurrë, por edhe si profesionist, edhe për ne stafit të kulturës dhe Palatit të Kulturës, veçanërisht ku ai shpenzoi mbi 45 vite të jetës tij në karrierë, ka për qenë thuajse pa mundur për ta zëvendësuar, po siç themin hertizët zakonisht, festa, shfaqja duhet vazhdojë dhe është e rëndësishme. Unë besoj që edhe profesor Gazi, po të kishte qenë këtu me ne, do kishte dashur të njëjtën gjë, që ne të vazhdojmë, që ne të lartësojmë, po themi, emrin e kulturës, por emrin bashkë me të dhe emrin e profesor Gazit, edhe ne do kujdesemi që edhe këtu dhe në vijim të bëjmë punë të mira dhe të jashtëzakonshme edhe për nderin e tij. Do t'i mungoj Pallatit të Kulturës, daullja, zhurma e të nderit, por ndërkohë që kur ai bëri aktivitetin për 45 vjetorin e tij në skenë, siç e thash në një intervistë tjetër, kryetari i bashkisë zoti Perinereu e ka vlerësuar me një certifikat të posaçme. Ndërkohë që kjo është thjesht një ide imja, por besoj që dhe do të më bashkoheni dhe mua me idenë tuaj që salla e koreografisë mendoj që kush më shumë se sa emri i Gazmend Golemit do ta përjetësoj. Jemi ndiherët patjetër, po ne si drejtori kulturë dhe trashëgimisë kulturore do bëjmë çka, po themi, ligji na jep mundësinë, edhe me shumë mundësi ne edhe në konsultime me bashkinë dhe kryetarin e bashkisë, edhe mund të paraqesim këshillit bashkiak më pas, sugjerimin që sallat, që ai kaloi pjesën më të madhe të jetës vetë dhe kishte kaq merak, edhe kishte kaq dashuri për këtë profesion, pasion, të mbajë emrin e tij, kështu do jetë një prej atyre mënyrave më të mira për t'ia përjetësuar emrin edhe punën e jashtëzakonshme. Ne mbajmë mend, unë duhet ta mbaj mend gjithmonë me këtë imazhin që ju e thatë, pikërisht me daullën dorë, sepse ka qenë një pasionant i jashtëzakonshëm. Unë besoj që punë, ne bëjmë shumë punë të ndryshme, por nëse nuk kemi pasionin, pra nëse do kishte qenë vetëm punë për profesorin, unë besoj që nuk do t'i kishe shpenzuar 45 vite aty. Pasioni ka qenë, besoj unë, karburanti i jashtëzakonshëm që jepte energji të pashtershme profesorit për të vazhduar për ta bërë këtë punë. Përpos bashkëpunimit institucional dhe për shkak të punës dhe detyrave që ju keni mbajtur, ju keni patur bashkëpunim edhe si këngëtar që jeni, pra dhe bashkëpunim muzikor, do të thoja. Në fakt, unë njohin profesorin, aty e kam më të madhe, them të vërtetën. Unë në drejtorinë e kulturës jam rishtas edhe na ka taku pak që të bashkëpunojmë, po unë e mbaj mend prej fëmijë, prej kur aktivitetet para që vinin pa atë kulturës, që vinin me aq shef dhe me aq pasion, edhe ndër vite e kam pa, ai më ka pa të rritem mua si artist, po themi, po unë e kam pa atë gjithmonë lartësinë e dur, gjithmonë e kam pa të përqendruar maksimalisht, të dedikuar ndaj pasionit dhe punës, dhe sa herë kishim aktivitete shfaqje, transmetonte shumë energji pozitive, dhe për ne që vinim që ishim të ri dhe kishim shumë, po themi, emocione, dhe në herë dhe dridheshim përpara se dilim skenë, ai na transmetonte energjinë e nevojshme që na duhej për dalë në skenë dhe për të rrezatuar më pas vetbesim në atë çka bënim. Kështu që e ka ndihmuar jo vetëm mua, po besoj gjithë brezave të ri, sidomos vajzave që ka pas grupit, sidomos grupi që ka pas kohëve të fundit, ju ka lënë një bashkëllëk të madh që ne do mundohemi që t'japim nga një dorë gjithë bashku për të vazhduar emrin dhe rrugën dhe punën e mirë që profesor Gazi ka bërë. Duke u rritur muzikalisht si këngëtar, ndërkohë ju ka shkuar ndërmend ndonjëherë që të lini këngën për shkuar drejt zhurmës së daullës, drejt koreografisë?
Nuk e mendoj, nuk ka qenë ndonjëherë tek, edhe nuk besoj që do ta bëj mirë. Ndoshta qefin e kam pas për të ndu se këto vinë ndonjëherë pak si bashk, po themi kënga dhe kërcimi shkojnë si sinkron, po jo që ta bëj në mënyrë profesionale, nuk besoj që kam qenë i përshtatshëm. Pastaj kjo pjesa gjës muzike un kam tentuar shpesh të bëj edhe punë tjera, po ato që e ke pasion, ashtu siç edhe profesor Gazi ka pasur kërcimin vallën, po themi, nuk e heq dot, edhe po dush, pra nuk është një gjë që e bën me buton, pra vendos të dedikosh gjërave tjera dhe nuk do bëj më muzikë apo nuk do bëj më vallë dhe kërcim. Nuk e shmang dot, është vjen me ne edhe ka për të jetuar me ne deri në ditën e fundit, ashtu siç ndodhi fatkeqësisht edhe për profesor Gazin. Personalisht dhe në emër të shikuesve të shumë që na ndjekin, do t'ju përgëzoja ju, por dhe kryetarin e Bashkisë Lezhë për organizimin e këtij homazhi institucional, do të thoja, pasi e ka merituar i ndjeri Gazmend Golemi. Kjo ishte më e pakta që ne si bashki, po edhe stafi ngushtë të mpatën e kulturës mund bënim për profesorin, edhe thash, me një pjesë tyre ka punuar prej shumë vitesh, kështu që bëshllëku, momenti i reflektimit ka qenë disi i madh për ne, po ne do gjejmë forcën që të vazhdojmë përpara dhe të bëjmë aktivitete të mira me pallatën e kulturës, edhe të mbajmë lart edhe emrin e profesorit. Faleminderit. Humoristi Nikolin Delia ka parafarsisht të njëjtën kohë në skenë me të ndjerin Gazmend Golemi. 2 fjalë, Nikolin. Po, sot është një dhimbje e madhe jo vetëm për ne artistat, por edhe për gjithë qytetarët e Lezhës, sepse iku një nga ikonat e vallës popullore shqiptare, siç është Gazmend Golemi, është një njeri që ka lënë mbresa në skenën e qytetit Lezhë, duke marrë pjesë në gjitha festivalet e jo vetëm të rrethit, po edhe të Gjirokastës. Lezhës do t'i mungoj shumë i njëri i tillë siç ishte Gazmend Golemi. Dhe sipërfunimisht do t'i jap ngushëllime familjes, sepse ka qenë një njeri jashtëzakonisht i mirë, jo vetëm me ne artistat, po edhe me familjen e tij. Shumë faleminderit.